Albanezi, ju shohim duke luajtur sërish futboll, një iniciativë për të përshëndetur klubet shoqatare rajonale, për të vënë në lëvizje, për të luajtur sërish futboll ato që e kanë lënë futbollin, por edhe pjesëtarë të institucioneve të tjera. Raporti i falenderoj shoqatën e Shkodrës, në kry Loazë Mati dhe të modë Misha Zmiani, që e bojnë të mujtën. Kjo është aktivitet jashtëzakonisht i bukur, ku marrin pjesë të gjitha shtresat e qytetit Shkodrës. Kënaqësi, sepse në periudhën e dimrit normalisht nuk i kushtoj më shumë sportit, sepse koha është më e gjatë dhe jena shumë të kënaqur që marrim pjesë këtë aktivitet. Shumë kënaqësi me luajt me figura më të mëdha, me luajt me sportistë të vllaznis, me doktor, profesor e shumë njerëz që i kanë dhënë futbollit qytetit tonë. Sinqerisht i përgëzoj nga ana ime, nga ana gjithë njerëzve që luajnë futboll për këtë iniciativë jashtëzakonisht madhe. Dhe shpresoj që vitin tjetër të hapet sa më shumë, që të marrin pjesë shumë edhe aktivitete tjera. Po shohim që pjesëmarrësit jo vetëm luajnë futboll, por duket që presin me kërshëri ditën e ndeshjes. Duket që janë angazhuar maksimalisht për këtë kampionatë. Po ky qytet këtu ka mendë, domethënë vllaznia dhe sporti është pikëqëllimi i jetës tonë në Shkodër, në qytetin tonë. A kënaqësi sepse bisedat e gjatë ditës është e domosdoshme që ne të flasim për ndeshjen e rast, ku sot kishim ndeshje me OSSH dhe javën tjetër kemi ndeshje me doktorat, me njerëz të nderuar të qytetit tonë. Dhe kënaqësi si bisedat e gjatë kësaj javë të jetë epiqendra futbolli dhe jena të kënaqur si ky aktivitet vazhdon për çdo vit.